Në seancën e sejntës në procesin gjyqësor kundër kryetarit të Prizrenit, Ramadan Mujës, dhe 5 zyrtarëve të tjerë komunal, Kadri Ukimeri, ish drejtor i kadastrit në Prizren, ndryshoi tërësisht deklaratat e tij të mëparshme të dhëna në prokurori, duke thënë se fjalët e tij të mëhershme mund të jenë përkthyer gabimisht. Kryetari i trupit të gjykues e pyeti nëse ka problem me mbamendjen periodike, ndërsa prokurorja e ballafaqoi atë me ato që Ukimeri kishte thënë më parë. Kadri Ukimeri akuzohet se në kohën sa ka qenë drejtor i kadastrit nuk ka zbatuar aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës me qëllim që tjetrit apo vetës t'i sjellë dobi pasurore. Gjykata Supreme në vitin 2006 e kishte shpallur komunën e Prizrenit pronare të ligjshme të parcelave me numrat 8617 dhe 8619. Minir Krasniqi, drejtori i administratës dhe njëri nga të akuzuarit, po për shpërdorim detyre dhe të autorizimit, ka hise në këto parcela, ndërsa komuna e Prizrenit, sipas aktakuzës, nuk ka zbatuar vendimin e Supremës për t'i marrë këto prona nën kontroll. Prokuroria ja kujtoi të pandehurit deklaratën e vitit 2011, ku Ukimeri thoshte se ka shqyrtuar aktgjykimin e Gjykatës Supreme dhe me një kopje është njoftuar nga avokati publik. Ndërsa, tash ai pohon se as ai, as askush tjetër nga drejtoria e tij nuk është njoftuar me një aktgjykim të Gjykatës Supreme. Ai tha se këtë e ka dëgjuar së pari në prokurori. Ukimeri në seancën e sejntës mohoi edhe të ketë pasur njohuri rreth faktit se Minir Krasniqi ka bler tokë në njërin nga parcelat me numrat 8617 dhe 8619. Ndërsa para 2 vjetëve në prokurori kishte deklaruar se ka biseduar me Minir Krasniqin, i cili kishte treguar për aktgjykimin e Gjykatës Supreme dhe për tokën që ka në parcela. Ukimeri kishte thënë se edhe Ramadan Muja ka pasur njohuri për aktgjykimin e Supremës të vitit 2006, por se kishte kërkuar që të mos merren veprime për zbatimin e tij për një kohë. Ai në prokurori po ashtu kishte thënë se Minir Krasniqi ka bërë ndërtim pa leje, ndërsa inspektorët nuk kanë intervenuar, pasi ka qenë drejtori i tyre duke ndërtuar. Ukimeri hodhi poshtë këto deklarata të dhëna në prokurori, duke u arsyetuar në fjalët e tij se atje mund të jenë përkthyer gabimisht. Jemi pranë përgatitjes së fjalës përfundimtare, ku prokuroria do të paraqet edhe na ku pretendojmë se nuk ka prova të arsyeshme që do ta mbështesin një dyshim të bazuar dhe konsideroj se klienti im do të shpallë në fundim pafajshëm. Seanca e radhës është planifikuar të mbahet më 27 janar të vitit 2014. Në të, prokuroria pritet ta thotë fjalën e saj përfundimtare.